Përshëndetje miqë e mikesha, zotëri e zotëresha, rikthehemi tek Olti Curi në YouTube për të folur sot për një deklaratë të bërë jo në Instagram, jo në rrjetet sociale, por në një media kombëtare në Top Albania Radio. Shqipe Hysenaj, një personazh i përputhen dhe i Big Brother VIP Kosova, kishte udhëtuar në Amerikë dhe gjatë një interviste deklaroi që kam dëgjuar përpara Shevis Simakun që hynte mes çifteve dhe pikërisht prandaj ka përfunduar në rrugë për një shkak të tillë. Dhe pikërisht për këtë do flasim sot. Elton Iliriani, një mik i para Shevis Simakut, ai që po asiston artisten me probleme momentalisht, i cili ka thënë do ta hedhë Shqipen në gjyq, po sa rrezikon të dënohet Shqipe Hysenaj, duke u referuar kodit penal dhe kodit civil. Po më parë ndjekim siglën. Ne jemi televizioni i varfër, por siglën, nëse se keni parë gjithë të ditë që është diçka modeste, është Okej, pikërisht po thoja këtë, që sa e bukur sigla. U vrave që këtu.